Dita e 6 e konfliktit mes Iranit dhe Izraelit ka sjellë një përshkallëzim të ndjeshëm të përleshjeve ushtarake dhe tensioneve ndërkombëtare. Në mëngjes, udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei publikoi një mesazh sfidues në rrjetet sociale me fjalët: "Betejia fillon tani", çka u interpretua si një paralajmërim për zgjerimin e luftës. Menjëherë pas këtij mesazhi, presidenti amerikan Donald Trump reagoi ashpër, duke e cilësuar Khamenein një shënjestër të lehtë dhe duke theksuar se durimi i Amerikës po mbaron. Sipas CNN, Trump po shqyrton mundësinë e autorizimit të goditjeve ndaj objekteve bërthamore iraniane, duke lëvizur drejt një qasjeje më konfrontuese, edhe pse diplomacia vazhdon në mënyrë formale. Në terren, përplasjet janë bërë më të ashpra. Ushtria izraelite raportoi goditje mbi objektiva strategjike në Teheran, si depo armësh dhe qendra komanduese. Ndërkohë, raketa iraniane kanë sulmuar territori izraelite, duke shkaktuar shpërthime në Tel Aviv. Popullsia është urdhëruar të strehohet në bunker. Bilanci përkohshëm është alarmues: mbi 230 të vrarë dhe më shumë se 1000 të plagosur në të dyja palët. Janë rrëzuar të paktën 12 avion dhe 20 dronë gjatë përplasjeve ajrore. Sistemi izraelit Iron Dome ka ndaluar disa raketa, por nuk ka mundur të shmangë dëmet plotësisht. Kombet e Bashkuara dhe organizata të tjera kanë kërkuar ndaljen e luftimeve dhe hapjen e një korridori humanitar. Ndërkohë që kriza thellohet, frika për përhapje rajonale bëhet gjithnjë më reale.